Dashi. Bëni zgjedhjet që ju duken më të arsyeshme dhe mos e mbushni mendjen me pyetje për të ardhmen. Jetoni të tashmen dhe shijoni çdo moment. Venusi do jetë në anën tuaj, veçanërisht për ju beqarët, takimet do jenë interesante dhe me njerëz që do ju lënë mbresa të forta. Edhe për ata që janë në çift, dita premton mirëkuptim dhe harmoni. Në punë, qëndroni vigjilent dhe besoni më shumë tek aftësitë tuaja. Vetbesimi do jetë çelësi i suksesit. Në planin financiar, mos ndiqni verbërisht këshillat e të tjerëve. Dëgjoni intuitën dhe ruani ekuilibrin. Shëndeti. Mund të ndjeni pak lodhje, por asgjë shqetësuese. Një shëtitje në ajër të pastër do ju ndihmojë të rifitoni energjitë. Këshilla e ditës. Mos e lini jetën t'ju kalojë duke menduar për nesër, sot është dita për të vepruar. Demi. Kjo ditë do ju bëjë më vetkritik dhe do analizoni çdo detaj të veprimeve tuaja. Mos e teproni me ndjenjen e fajit, gabimet janë pjesë e rritjes. Venusi do sjell harmoni në jetën tuaj sentimentale. Marrëdhënia me partnerin do jetë e butë dhe plot ndjenja të mira. Ju beqarët do përballeni me surpriza të këndshme dhe takime që mund të hapin kapituj të rinj. Në punë, mos keni frikë të ndërmerrni iniciativa të reja. Një mik mund t'ju ndihmojë të realizoni një projekt që keni menduar prej kohësh. Financat kërkojnë kujdes, ekuilibri do vijë vetëm me durim dhe përmbajtje në shpenzime. Shëndeti. Mund të ndiheni pak të tensionuar. Pushoni, flini mirë dhe shmangni debatet që ju lodhin. Këshilla e ditës. Mos e gjykoni veten tepër ashpër. Lejojeni kohën t'ju tregojë se keni bërë më të mirën që keni mundur. Binjakët. Përvoja e kaluar do ju ndihmojë të jeni më të mençur dhe më të qetësot. Marrëdhëniet me kolegët dhe me partnerin do jenë më harmonike. Ju që jeni në çift do përjetoni një ditë të qetë, me emocione të thella dhe pasion. Beqarët duhet të tregohen më të duruar, personi i duhur po afrohet, por mos e kërkoni me ngud. Në punë, energjia pozitive do ju shtyjë drejt arritjeve të reja. Në planin financiar, ndikimi i diellit do sjellë fat. Mund të bëni disa blerje të nevojshme, por ruani masën që të mos pendoheni më vonë. Shëndeti. Ndjeni në formë të mirë, por mos e shpërdoroni energjinë. Kujdes me gjumin dhe ushimin. Këshilla e ditës. Mos u ngutni në asgjë. Edhe gjërat më të mira duan kohën e vet për të ndërtuar. Gaforja. Yjet janë me ju dhe dita do jetë e mbushur me gëzim. Marrëdhëniet në çift do lulëzojnë. Do jeni më të butë, më tolerant dhe plot dëshirë për bashkëpunim. Partneri do ndjejë vërtet dashurinë tuaj. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të mos nxitohen në njohje të reja, prisni që personi i duhur të tregojë qëllimet e tij. Në punë do keni arritje të dukshme dhe do ndiheni krenar për përparimin tuaj. Financat do kërkojnë pak më shumë për kujdesje, por nuk ka vend për shqetësim. Shëndeti. Energjia juaj është e lartë, por kujdes me lodhjen fizike. Një pushim i shkurtër në natyrë do ju bëjë shumë mirë. Këshilla e ditës. Mos u ndalni tek vështirësitë, përqendrohuni tek arsyet pse duhet të buzëqeshni. Luani. Sot fokusi duhet të jetë tek menaxhimi financiar, pasi ky sektor do jetë delikat. Mos u mërzitni, kjo do ju ndihmojë të kërkoni mundësi të reja përfitime. Në dashuri, dita do jetë e qetë dhe plot bashkëpunim. Çiftet do arrijnë të zgjidhin çdo mosmarrëveshje dhe pasditja do sjellë harmoni të plotë. Beqarët duhet të mendojnë me kujdes për çdo hap, jo çdo mundësi që duket e bukur është e qëndrueshme. Në punë mund të hasni disa pengesa të vogla, por mos i merrni për keq. Mbani gjaktotësinë dhe gjithçka do zgjidhet shëndeti. Kujdes me stresin dhe lodhjen mendore. Merrni frymë thellë dhe gjeni momente për qetësi. Këshilla e ditës. Qetësia dhe durimi janë armët që do ju ndihmojnë të fitoni çdo betejë. Virgjëresha. Dita do sjellë disa ndryshime dhe ndoshta disa përplasje me njerëzit përreth.
Kujdes me tonin dhe fjalët, sepse mund të përkeqësoni situatat. Në dashuri, raportet në çift mund të jenë të paqëndrueshme, por vullneti juaj për të përmirësuar gjërat do shpërblehet. Beqarët do kenë një ditë të bukur dhe ka shumë mundësi të takojnë një person që do ju bëjë zemrën të rrahë fort. Në punë, ndikimi i Jupiterit dhe Saturnit do sjellë fat dhe mundësi të reja për sukses. Financat do jenë pak të luhatshme, por me guxim dhe vendosmëri do arrini të stabilizoheni. Mos kini frikë të provoni, rreziku i matur shpërblehet shëndeti. Do ndiheni pak të lodhur emocionalisht. Kujdes me stresin dhe shmangni njerëzit që ju lodhin shpirtërisht. Këshilla e ditës. Mos e humbni durimin, çdo stu i kalon, dhe pastaj lind një ditë më e qetë. Peshorja. Sot do jeni aq të zënë me punë sa mund të lini pas dore disa gjëra që kanë vlerë të vërtet për ju. Mundohuni të gjeni pak kohë për reflektim, sepse rrezikoni të bëni gabime që më vonë mund të jenë të vështira për t'u ndrejtur. Në dashuri, përpiquni ta kuptoni më mirë partnerin dhe të jeni më të duruar. Ai mund t'ju surprizojë me një gest të bukur që se kishit imagjinuar. Ju beqarët do keni shumë mundësi për njohje të reja, por mos u nxitoni. Merrini gjërat me qetësi dhe njihuni me kujdes me njerëzit që do takoni. Në punë do ecni me ritëm të qëndrueshëm dhe do përfundoni projekte të rëndësishme. Në aspektin financiar, fati do jetë në anën tuaj dhe situata do përmirësohet ndjeshëm. Shëndeti, kujdesuni për trupin dhe mendjen. Pushoni her pas here gjatë ditës, mos e teproni me orët e gjata të punës dhe konsumoni më shumë fruta e ujë për të shmangur lodhjen. Këshilla e ditës, mos e lini punën të zërë vendin e njerëzve që doni. Kujtimet më të bukura ndërtohen me zemrën, jo me orarin. Akrepi. Sot yjet ju favorizojnë dhe çdo gjë duket se po ecën drejt qetësisë dhe harmonisë. Në dashuri, do ndiheni të plotësuar dhe do lini pas çdo keqkuptim të së shkuarës. Marrëdhënia juaj do ngrohet dhe do rikthehet besimi. Ju beqarët do keni një ditë të veçantë, mund të takoni dikë që do ndryshojë rrjedhën e jetës suaj. Në punë, është periudhë e artë për realizimin e objektivave. Do tregoni profesionalizëm dhe vendosmëri. Financat do jenë të qëndrueshme dhe do dini të menaxhoni çdo situatë me kujdes shëndeti. Sot ndiheni mirë, por mos e shpërdoroni energjinë. Bëni shëtitje të lehta dhe shmangni ushqimet me shumë yndyrë për të mbajtur balancën trupore. Këshilla e ditës, mos kini frikë nga ndryshimet. Ndonjëherë universi i prish planet tona vetëm për të na dhënë diçka më të mirë. Shigjetari. Dita nis me energji pozitive dhe optimizëm. Do ndiheni gati për të përballuar çdo sfidë me buzëqeshje. Në dashuri, do tregoni ndjeshmëri dhe do përpiqeni të bëni partnerin të ndihet i lumtur. Marrëdhënia do marrë frymë të re. Ju beqarët do jetoni një moment të veçantë romantik, ku mund të lindë një lidhje e bukur. Në punë, intuita juaj do jetë e fortë dhe do merrni vendime që do ju çojnë drejt suksesit. Financat janë të qëndrueshme, por kini kujdes me blerjet e panevojshme. Shëndeti, energjia është e lartë, por mos harroni të pushoni. Një shëtitje në natyrë do ju ndihmojë të pastroni mendimet dhe të forconi trupin. Këshilla e ditës, mos kini frikë të ëndërroni më shumë, çdo gjë e madhe fillon me një mendim të guximshëm. Britsjapi. Dita mund të sjellë pak pasiguri dhe vështirësi në përshtatje me disa situata të reja. Në dashuri, do duhet të tregoni durim dhe të mos lejoni që keqkuptimet ju largojnë nga partneri. Pranojini gabimet dhe përpiquni të rifitoni qetësinë shpirtërore. Ju beqarët do keni më shumë qartësi në ndjenjat tuaja dhe mund të nisni njohje premtuese, por mos u ngutni. Në punë do tregoni profesionalizëm dhe maturi, por mund të ndiheni të lodhur nga ritmi. Financat mund të kenë disa tronditje të vogla, ndaj tregoni kujdes në shpenzime. Shëndeti, mos neglizhoni shëndetin mendor. Përpiquni të shmangni stresin dhe të flini më shumë. Një ditë pushimi do ju bëjë shumë mirë. Këshilla e ditës, edhe në ditët e vështira, mos harroni se durimi është arma juaj më e fortë. Ujori. Yjet ju këshillojnë sot të mos kërkoni përgjigje për çdo gjë.
Disa gjëra duhen lënë të ndodhin natyrshëm. Në dashuri, shmangni debatet e panevojshme sepse një fjalë e nxituar mund të lëndoj partnerin. Përpiquni të dëgjoni më shumë. Ju beqarët do keni një ditë të mbushur me surpriza të këndshme dhe mund të nisni një romancë që do ju bëjë të ndiheni të gjallë. Në punë, do arrini suksese që do befasojnë edhe vetë ju. Financat kërkojnë kujdes, mos bëni investime të mëdha pa analizuar mirë çdo detaj. Shëndeti, ka mundësi të ndiheni të lodhur ose të tensionuar. Kujdes me gjumin dhe përpiquni të ushqeheni në orare të rregullta. Këshilla e ditës, qetësia është forca e njerëzve të mençur. Mos reagon menjëherë, ndonjëherë heshtja është përgjigjja më e zgjuar. Peshqit. Sot do t'regoheni të drejtë, të sjellshëm dhe do dini si të arrini qëllimet tuaja me mençuri. Në dashuri, çdo gjë duket e qetë. Mos ndryshoni asgjë thelbësore në marrëdhënie, sepse stabiliteti që keni ndërtuar është i vlefshëm. Ju beqarët mund të mos krijoni ende një lidhje, por do keni takime interesante që do hapin një kapitull të ri në ditët në vijim. Në punë do jeni në kulmin e formës dhe mund të merrni një propozim të rëndësishëm që do ndikojë në karrierën tuaj. Financat janë në gjendje të mirë dhe mund të përfitoni nga disa mundësi të reja. Shëndeti, gjendja fizike është e mirë, por mos e neglizhoni relaksin. Një mbrëmje e qetë me muzikë ose meditim do ju ndihmojë të rigjeni balancën. Këshilla e ditës, mos nxitoni të arrini gjithçka menjëherë. Ndonjëherë gjërat më të bukura kërkojnë kohë dhe durim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.